Falënderojmë Allahun subhanahu wa taala për mirësitë dhe dhuntitë e mëdha që na i ka dhënë dhe na i ka dhuru. E para dhe më e rëndësishmja prej tyre është dhuntia dhe vlera islame. Jo rastësisht këtë po e përmendi vazhdimisht, se dhuntia, nimeti më i madh të cilën neve Allahu azza wa jall na i ka dhënë është nimeti dhe dhuntia e islamit, e dinit islam. Kryesorja për këtim është se na Allahu azza wa jall na i ka mundësu që t'jemi edhe ummeti i pejgamberit më të dashur, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Shiqoni se si ndërlidhen gjanat. Allahu azza wa jall na ka dhënë dhuntinë e islamit. Ka ana tjetër na ka bë nga ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe na gjitha këto i harrojmë. Gjitha këto i në përkombim dhe janë shkalojmë. Shkojmë dhe mundohemi që të bëhemi me të mirë me ata tjerë që nuk i kanë emrin musliman, me ata tjerë që nuk janë ummeti Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. E gjithë kjo ndodh për shkak se muslimant e kanë haru vlerën dhe dobin e islamit. Kanë haru se janë ummet i pejgamberit më të dashur, pejgamberit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Ti duke i pas gjitha këto të mira, duke i pas gjitha këto dhunti, nuk ja vlen dhe s'ka hije që t'jesh qole e dikujt tjetër, që t'jesh i nënçmum para të tjerve, para fejve tjera. Kështu që gjithë këtë po e përmendi për shkak se jemi në prag të disa festave, të ashtu quajtura festa. Na falem edhe më herët, por me të vërtet, subhanallah, në këto ditë, për sado që gabimet folish, për gjitha gjonë vend. E gjithë kjo ndodh për shkak se muslimant e kanë haru adresën e vet, e kanë haru emrin e vet, e kanë haru krenarinë e vet që e kanë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Idha raditum bi adnabil baqar." Çiçoni. "Wa raditum bil 'ina wa taraktum al jihad fi sabilillah. Sallallahu alaykum dhulla la yanzu ankum hatta terjiu ila dinikum." Thot, kur të shkoni edhe t'i pasoni të tjerë, të fejt tjera, edhe të filloni që të punojni me kamat, edhe të alini luftën për hir të Allahut, thot Allahu juve kam ju nënçmu, edhe ketë nënçmim nuk do të largoj prej jush deri sa të ktheni në fejnë e juve. Këto ditë jemi në disa ditë ku nëse flasim për krenarin islame, hub krenaria islame. Për shkak se na muslimant po nënçmohemi para tjerëve. Ata kur po na japin paketat për vitin e ri, na musliman shkojmë dhe i pranojmë ata. Nuk kemi krenari që mi u thonën, kjo fest nuk është e jona. Ne musliman të kemi haram me festu vitin e ri. Me ju thonë, ne musliman të kemi haram me i marë paketat e vitit ri. Se s'na ka hije neve si musliman e vladve ton me vaqu paketin e vitit ri të shpia. E për çka mu mashtru? Për di çokolada e për di lizhavqe? Vallahi mare. Ktheja banu krenar. Thuj unë ketë nuk i kam të njume me e bo. E na muslimat me e bo gabimin tjetër, që me shku dhe me vabo për hajra atinve festat e tyre. Me ju thonën e gzofshi për hajrë ju kofë kështu me rafë. E dhatë me busqeshe të madhe. Pse? Mus ta hupi si mishteri. Pse? Mus ta hupi si shok. Pse? Mus ti hupi 5% pirogës. Puna madhe. Allahu ka me t'i kthi ma shumë. Allahu ka me t'i kthi 100 fish, por ti banu krenar dhe lidhu për Allahun subhanahu wa ta'ala. E mosu përkur dhe as mosu nënçmo për një pakete cila nuk vlen 5 bonka. Edhe plus gabimi tjetër çka ndodh, atë shkojmë dhe ja japim me vladit ton, i cili s'ka sherr, i cili se di të keqën, i cili s'di ta dallojë mirën prej të keqës. Shkojmë edhe ati i them çe, e do të pyesë çka kjo? Kjo është viti i ri. A, i ri dhe thej ka këshirëm, e pa kana edhe një fest e cila e pas ka emrin viti i ri. Çka do me thonë kjo? Kjo do me thonë Krishtlindja. Kjo do me thonë se ata besojnë se në këto ditë ka lind Zoti. A dini çka do me thonë kjo? Me i thonë dikujt për hajr. Për hajr lindja e Zotit, do me thonën e ke ndru emrin pi Muhammed prej Hasani sen e ki bo emrin Stanki Petki. Ki dol për kësoj feje.
ke dal pe dinit, ama na pse nuk i dim gjonat mirë, nuk i analizojmë thellë, i themi për herë ju ka viti i ri. Zban me bo këtë gabim një musliman. Edhe kur ta besimtari, kur ta kujtoj këtë hall e gat, e kupton se kjo fjalë është shumë fjalë e madhe, është shumë fjalë e rrezikshme, është fjalë qufri, është fjalë e hatashme, që besimtari duhet ta kujtojë mirë kur ta thojë këtë fjalë. Në këto ditë bëhet edhe masraf i pareve. Harxhon parat, shkel e shka, në petarda, e mbredha, e zbukurime, e kështu me radhë. Kretë kjo është masraf. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përmend se as kujt në ditën e kiametit nuk kam i u leju që ta bëjnë një hap derisa hatta yus'ala an malihi min ayna iktasabahu wa ayna anfaqahu. Allahu azza wa jall thot s'ka me lonën askant ta bëj asnjë hap në ditën e kiametit derisa ta pyete për mallin e vet, si e ka fitu edhe si e ka harxhu. Ne jemi musliman. Unë jam i bindë se 90% e kësaj popullate dinarin e fiton me djers. Mundohet, hakat, qohet herët, vjen vonë të shtëpia që me fitu dinarin halal. Ama çka ndodh? Shkon dhe e djeg haram. Shkon dhe harxhon për petarda. Shkon dhe harxhon për punë të ndryshme palidhe që s'na ka hije neve. A dini se kina me dhonë llogaritë Allahu azza wa jall për këto pare? Sa e sa pare harxhon për këto punë? Sa e sa pare harxhojnë për rrymë që disa muslimanët i kanë dhezë bredhat e timve në shtëpitë e tyre. A dini se ka musliman që s'kan me çka mund nxej? A dini se ka musliman fukara, vëllezër ton, xhamat ton, të cilët s'kan dru edhe nuk kanë me dhezë një gralif në shtëpinë e tyre. E na e harxhojmë strujen për çka? Për haram, për bredh. Vallahi muslimonit si ka hije këtë ta boje. Muslimonit duhet me konë syqel, duhet t'i kuptoj këto gjona, edhe të mos ja lejë vetë vetës që këtë ta ban. E të mos flasim se me këto gjona edhe i shqetësojmë edhe kushit, i shqetësojmë njerëzit anësh, me ato petarda, me ato zhurma të mdoja, me ato probleme të mdoja. Bile, nëse nuk mundesh me frenu vetën, bile natën kur flenë njerëzit, mos i shqetëso. Ka fëmijë të cilët flenë, të cilët trishtojnë në gjumë. Ka gratë të cilët janë me havale. Ka njerëz mund të cilët nuk kanë mundësi që me bo gjumë, e mendje që presin dvere nata. Xhamat, hesni para, mos e zeni derën. Hesni xhamia shpras të mbrena. Hesni. Që besimtari duhet ta kujtojë edhe këtë, se ka me dhonë xhevap për atë fëmijë i cili ka me piskluka dhe ka mu trishtu natën. Ka me dhonë xhevap për atë mund të cilin ka me aprish gjumin. Qëtash këto ditë ka edhe kamar. Ama kamarit e ka ndru emrin, e ka mbo pak ma bashkohor, ma sovremeno. E qka kamar me telefon, me SMS? Thëjnë dërgojnë një SMS në filan numrin, me filan lafët, i cili SMS kushton 50 dinara për 45 dinar, që me marrë pjesë në lojën shpërblyese. Kupën qibritash të ura e gurit, e shtash dul qibrita me telefon. Kamar me telefon. Kjo është haram. Edhe gjithë kjo është dredhi për me ta marrë mallin tënd bigajri hak. Telefonin të cilin ti e pagun me dinarin tënd e ndan nga kafshata e bukës, e lën në kësan e vladin të shtëpia për me pas mundësi me fol me dikam për punë të tuja, shkon dhe harxhan për kamar. Kjo është kamar, haram është. Vetëm emrin ja kanë ndru pak. E kanë bo nagrat na igra, lojsh për blyese. Edhe plus po ne dërgojnë me digju, që të mashtron edhe muslimant, të mashtron edhe shqiptarët. Për vitin e ri, apo për këto dit, do të përmendi edhe elementin tjetër. Elementin e përhajrit, që ne musliman e kemi haram me vabo përhajr këtë fest. Për shak se kjo fest është fest e qufrit, është fest e jo muslimanve, nuk është festa jonë. Bile, kur të mashë dhe të lexosh në libra të atymve, besoni që po i thamë ketë, në asnjë libër të krishterëve, në asnjë libër të atymve, nuk figuron, nuk shkruan festimi i vitit të ri. Nuk ka xhamat. Merrni dhe shkojni pyetni edhe popin. Shkojni pyetni edhe priftërit, se të qitapët e timve a shkruan dikun festimi i vitit të ri. Unë një rasisht hutbën e kalume thash se këta
Këto fejsa nuk në atakojnë neve as fetarisht e as kombëtarisht, se muslimanët kur s'kan festu vitin e ri, shqiptarë kur se kanë festu as njerë në histori, edhe kur s'ka kanë bo për hajt njëri tjetërit. Përveç se ata të cilët janë konë katolik, ata pa, për shak se s'janë konë musliman. A niso shqiptaraj, a nuk konë musliman, ajo është i tjetër fej, për shak se islami është aje cila në ndalon neve këto gjona. Do të përmendi këto edhe një ndales tjetër, ndales që ko të bojë me këto dit, e ajo është mi pranu dhe mi marë vojët e kuqe, që ata i kanë pjesë përbërse të fejsë të tyre, që simbolizon derdhjen e gjakit, që simbolizon derdhjen e gjakit të kujt, të pejgamberit më të dashur ton, Isës alayhis salam. Se ata besojnë se Isën alayhis salam e kanë vrarë. Edhe ata besojnë se Isën alayhis salam me derdhjen e gjakit të tij i kanë la gjunat e atinve që ka i bëjnë shtashmas. E për çata të voje kanë bot kuqe me gjak, edhe na muslimanët shkojmë dhe vamarim ato voje. Shkojmë dhe ato voje që im shpite tona. E disa çka bëjnë? I marrin edhe i fugin në kontenjer, apo në gjubre, apo në bërlok. Nuk i qonë të shpia, kjo është mirë, ama e mirat mirave mi thonën, ti mu bo krenar, mi thonën faliminderit për respektin, ama unë e kam haram të ndalume me fejnë teme mi marë këta. Se të feja jeme kjo është ndryshe, nuk ka ju si thëjni. Kallëzoja nuk ka marë këto, nuk ka turp, kjo është feja jonë, dini jonë, na jemi musliman. I kemi kështu rejnët e tona. Sikur se ai i ka rejnët e veta, edhe na i kemi rejnët e tona. Edhe për në fund, një vërejtje për disa shqiptarë tonë, disa musliman, disa prijes tonë, të cilët kur nuk i shofim xhami me neve mu falë. Kur nuk dalin televizor me thonë e gëzofshi Bajramin. Kur dillafet mira nuk i thënë për këto musliman. E kur vere viti i ri, shkojnë një afër para e dhezin atë bredhin. E shkoqën për ditë të u bo për hajrë. E këtë udhët po na i bëjnë me drita, po i bëjnë me breda. A kur vjen arifja, na i ndalin struje në nalon pa bakla. Mare ju koftë. Kush do që janë ata? Ata gjithë kanë hi me votat e tona, kanë hi me nënshkrimet e tona, edhe kajmë përgjëtsin ndaj neve. Sikur se din që ative me ju thonë për hajrë, edhe neve ndo njerë në të na vinë gjami këtu, dhe në të na thojnë o gjemat, o musliman, e gëzofshi Bajramin. E jo të na i nalin strujën në të në arifës. E jo kur mos të shkojnë dërmet na thojnë për hajrë ju koft Bajrami, për hajrë ju koft kjo fest, për hajrë ju koft ajo. Kështu që na besimtar duhet bo si qelë. Ata janë priste tonë, ata janë përfaqësuesit e tonë, kush do që janë ata? Duhet me ditë dhe pas parasysh se kanë përgjegjësinë ndaj këtyre musliman. Majse që pas kanë pare dhe pas kanë mundësimi ndryqu udhë për vitin e ri, ata edhe për Bajram, spaku mos na ndalin rrymën, e pak të na ndryqojnë edhe neve rrugët e të na mbushin gropat që mos na dëmtohen kerret e tona. Lusë Allahun Azza wa Jall që gjithë besimtarët të bënë syçel, që besimtarët të ruajnë nga këto gabime, që gjithë ne të jemi krenar dhe të mburemi se jemi musliman dhe pasues të Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu më shpërblet për durimin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل